A thash që të flasim për krizën e komunikimit në familje, por jo vetëm. E dim që hallin e parë që e kemi, trokasim tek familja. Por në shpesh e mbulojmë këtë pjesë dhe e mbajmë vete për shkak që nuk e dim tjetërin si ka më qa, si ka më naprit. A kemi krizë totale të komunikimit sot mes veti? Da kemi pas edhe ma herët, se edhe ma herët kemi pas pak probleme me komuniku me familjen. Po, bismillahirrahmanirrahim, falenderojmë Allahun, krijuesin e gjithësisë. Përshëndesim Muhammedin a.s. dhe familjen shokët e tij. Duke qenë se ne jetojmë në këtë shoqëri dhe jetojmë këto rrethana dhe duke marrë parasysh situatat që i ka kalu shoqëria jonë, populli jonë, krejt këto determinojnë që do të ketë probleme. Do të ketë probleme. Këtë të thonë edhe studios, psikolog, psikiatra dhe të tjerë që këto janë mbetje të krizave të kaluarës, sepse problemet tek ne nuk kanë fillu me luftën, kanë fillu para luftës. Ne do të rikthejmë situatën vitet e 90-ta ku është bë mësimi nëpër shtëpia, ku nxënësi ka dalë nga shtëpia me shku në shkollë edhe është rrahur nga policia serbe, ku dikush ja ka mësy spitalit edhe është pengu me shku në spital. E shumë të tjera problemet që kemi pas komplet shekullin i kalun, më të them. Komplet shekullin i kalun. Këto probleme në kurorizu me vitet 68-69, me problemet e 89-shës, pastaj me fillimin e 89-90 me grevën e minatorëve, me dëbimin e mbi 100.000 punëtorëve, prindve, të afërmëve tonë dhe qytetarëve tonë nga vendet e punës, kur ka fillu, po themi, shpërngulja masive të rive nga vendi ynë. Krejt këto kanë prodhu kriza, e pastaj lufta si lufta, ata që kanë përjetu që mund themi nuk ka shtëpi në Kosovë që se ka përjetu luftën. Pavarësisht, a ka të plagos ose të mbytur, por të gjithë e kemi përjetu luftën. Edhe unë e them edhe e fëmijën ndjep që ka qenë, e ka përjetu luftën. Pra ne